Një situatë e tensionuar shpërtheu papritur në shtëpinë e Big Brother, duke sjellë në qendër të vëmendjes një përplasje të fortë mes Ludos dhe Albës. Ajo që nisi si një pyetje e maskuar me ironi, shumë shpejt u shndërrua në një debat serioz, me kamera të hapura dhe me fjalë që nuk kaluan pa pasoja, teksa banorët ndodheshin në ambientin e përbashkët. Ludo, me një ton provokues, i u drejtua grupit duke pyetur: "A e keni pa ujkun e vjetër?" Në fillim, disa e morën si shaka, disa të tjerë u pan mes njëri tjetrit me dyshim. Por shumë shpejt u bë e qartë se kjo nuk ishte një pyetje e pafajshme. Pseudonimi ishte drejtuar qartazi ndaj Albës dhe ajo e kuptoi menjëherë se po etiketohej në mënyrë fyese dhe nënçmuese. Alba nuk zgjodhi të heshtë. Me një qëndrim të fortë, ajo i u kthye Ludos pa hezitim. Zëri i saj ishte i prerë, i qartë dhe i vendosur. "Mos më thirr me pseudonime," i tha ajo. "Sidomos kur janë fyese." Përplasja u ashpërsua kur Alba e vuri theksin te fakti se kamerat ishin të hapura dhe se çdo fjalë po dëgjohej nga publiku. Ajo e akuzoi Ludon se po përpiqej ta ulte dhe ta provokonte, duke përdorur etiketime që nuk kishin asgjë të bëjnë me lojën, por me mungesën e respektit personal. "Do të kërkosh falje për këtë gjë," i tha Alba drejt për drejt, pa ngritur zërin, por me autoritet. Nuk ishte kërkesë e butë, ishte një kërkesë llogarie. Ajo e bëri të qartë se nuk pranonte të quhej në atë mënyrë. As si shaka dhe as si strategji, Ludo u përpoq fillimisht ta relativizonte situatën, duke e quajtur një nofk loje, por reagimi i Albës nuk la vend për keqkuptime. Ajo theksoi se loja nuk justifikon mungesën e respektit dhe se fjalët kanë peshë, sidomos kur thuhen para kamerave dhe publikut të gjerë. Banorët e tjerë u përfshin me shikime të ngrira dhe heshtje të sikletshme. Disa u përpoqen ta qetësonin situatën, të tjerë thjesht vëzhgonin, duke kuptuar se kjo përplasje nuk ishte thjesht një debat momental, por një vijë e kuqe që ishte kaluar. Ky episod nxori në pa një